Autoriteti i informimit mbi dokumentet e ish-sigurimit të sheshit apelon që gjatë vendosjes së emrave të figurave historike në rrugët, sheshet dhe mjediset e tjera publike të merret miratimi i tij. Në vite janë evidentuar abuzime përsa i përket vendosjes së këtyre emërtesave, ndërsa personalitetet e propozuara për shkak të drejtëhijeve historike janë shoqëruar edhe me debate në opinionin publik. Dhe kjo vjen edhe me frymën e rezolutave evropiane, por edhe shqetësimin e të përndjekëve politik, të cilat kanë bërë sugjerimet për kacën në institucionet e të drejtave të njeriut, si është edhe rekomandimi i avokatit të popullit, që ka bërë në lidhje me korektësinë që duhet të kenë pushteti vendor për verifikimin e pastërtisë së këtyre figurave, me emra, simbolesh, data të personave që kanë qenë në regjimin komunist. Kjo vjen me rezolutat europiane, por edhe shqetësimin e të përndjekurve politik, të cilët kanë shprehur hapur shqetësimet e tyre përkatëse në institucionet e të drejtave të njeriut, siç është rekomandimi i avokatit të popullit që ka bërë në lidhje me korektësinë që duhet të ketë pushteti vendor për verifikimet e pastërtisë së këtyre figurave. Aktualisht autoriteti dosjeve ka nisur një proces konsultimi me institucionet publike në të gjithë vendin për vendosjen e standardeve në përzgjedhjen e emërtesave të rrugëve, shesheve e të tjerë. Fillimisht ata të na drejtohen me kërkesë dhe të kryejë së pari evidentimin e rasteve të përdorimit të emërtimeve të shesheve publike apo të rrugëve me data dhe simbole të regjimit komunist, të fillojë ndryshimin e këtyre emërtimeve të rrugëve, sa janë kohë për ta bërë këtë punë, dhe t'i drejtojnë autoritetit të gjitha me kërkesë. Në mjaft të raste, emërtesat e rrugëve dhe shesheve publike me emrat e figurave historike dhe personaliteteve të njohur kanë nxitur debate të shumta.